Një tjetër akt vandalizmi ka dëmtuar infrastrukturën e ndriçimit publik në hyrje të qytetit të Shkodrës pranë kishës së Zojës, duke shkaktuar probleme serioze në një nyjë të rëndësishme hyrëse të qytetit. Sipas inxhinierit Elsit Sadiku, autorët kanë vjedhur rreth 150 metër linjë kabulli të ndriçimit rrugor, shtyllat, kapakët e shtyllave, si dhe morse të rit elektrike. Disa persona të papërgjegjshëm kanë dëmtuar në mënyrë të parekuperueshme linjën nëntoksore të ndriçimit rrugor në këtë zonë. Bëhet fjalë për rreth 150 metra kabull, e cila është jo ekzistuese tani, është grabitur nga persona të papërgjegjshëm të cilët e dëmtuan të zonë dhe është çmbrëm pa energji elektrike. Siç e shikoni, është kryqëzimi që është pjesa e urës së re të punës, pjesa e Baqallekut dhe pjesa e hyrjes së Shkodrës. Kjo normalisht mos ekzistenca e ndriçimit rrugor mund të sjellë në aksidente të rënda, që janë një kosto shumë e madhe për qytetin e Shkodrës dhe vënia një funksion është një ndër gjërat kryesore që po merremi sot. Ne duhet të kuptojmë diçka, që çdo investim që realizohet në qytetin e Shkodrës, si në ndriçim, si në infrastrukturë, si në shërbime të tjera, është në përfitimin e qytetarëve. Në vend që të investojmë për rritjen e ndriçimit në qytetin e Shkodrës, tani duhet të përballojmë kostën për riparimin e këtyre defekteve të panevojshme, pasi nuk është defekt teknik, është një vjedhje e hapur që është bërë qytetit të Shkodrës. Ky nuk është rasti i parë, vetëm një javë më parë u zbulua dhe u parandalua një tentativë për vjedhjen e kabullit të ndriçimit publik pranë urës së Bunës. Menjëherë pas konstatimit të dëmtimit, ekipet në terren ndërhyn për riparimin e defekteve dhe rikthimin e ndriçimit në funksion, me qëllim garantimin e sigurisë për qytetarët dhe shmangjen e rrezikut për aksidente në këtë aks me qarkullim të lartë. Dëmtimi i infrastrukturës publike nuk prek vetëm investimet, por cënon drejt për drejt sigurinë dhe shërbimet për qytetarët.